Flamurtari ka vendosur zyrtarisht për përjashtimin e përkohshëm të Lorenz Trashit nga ndeshjet zyrtare. Po ashtu këtij të fundit I njoftohet se duhet të respektojë detyrimet e konfidencialitetit dhe mos komunikimit me media pa autorizim. Diçka e tillë vjen pasi Trashi paralajmëroi që për flamurtarin do të ketë bomba në vazhdim. Flamurtari e publikoi mesazhin për ish-kapitenin e tij përmes rrjeteve sociale, ndërsa sipas këtij vendimi flitet për përjashtim të përkohshëm të kapitenit. Pas analizimit të ndeshjeve kundër Bylisit dhe raportit teknik të stafit, u konstatua se performanca e lojtarit ka qenë dukshëm nën standardet e kërkuara profesionale dhe nën objektivat e përcaktuara rast pas rasti nga klubi për disiplinën taktike, vendimarrjen dhe zbatimin e udhëzimeve të stafit teknik. Gjatë ndeshjeve në evidentuar veprime dhe vendimarrje të rrezikshme, ose në kundërshtim me udhëzime të dhëna, të cilat kanë ndikuar negativisht në interesin sportiv të klubit, përfshi episodin në minutat shtesë që çoi në akordimin e një penaltie dhe ndikoi drejt për drejt në rezultatin e takimit, thuhet në deklaratën e klubit. Gjatë periudhës së pezullimit, lojtari do të ndjekë stërvitjet sipas programit të përcaktuar nga klubi, përfshi trajnimin me skuadrën B dhe stërvitje individuale. Do të paraqitet në të gjitha aktivitetet e planifikuara dhe në çdo kontroll mjekësor të kërkuar nga klubi. Mos paraqitja ose mos zbatimi I programit do të trajtohet shkelje e mëtejshme kontratore. Brenda 48 orëve nga njoftimi I këtij urdhri, lojtari ftohet të paraqesë shpjegime me shkrim pranë administratës, organit kompetent të klubit. Shpjegimet do të merren në konsiderat në kuadër të verifikimit të brendshëm dhe vendimit përfundimtar mbi masë disiplinore. Lojtari detyrohet të respektojë detyrimet e konfidencialitetit dhe mos komunikimit me median pa autorizim, si dhe mos të kryejë veprime që dëmtojnë imazhin dhe interesin e klubit. Ky urdhër hyn në fuqi me njëherë pas njoftimit dhe u komunikohet lojtarit, stafit teknik dhe administratës për zbatim. Vendimi merret pa paragjykuar të drejtën e palëve për t'u drejtuar organeve kompetente të zgjidhjes së mosmarrveshjes sipas dispozitave të kontratës dhe rregulloreve përkatëse, përfundon njoftimin klubi I futbollit flamurtari.